Përshëndetje të gjithëve. Jeni përsëri edhe ju edhe ne me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku sa mendoni që jena shumë mrena, në fakt jemi goxha jashtë, po bashkë kur mendoni që jemi jashtë, jemi ma mrena se që doket. Me mua në studio është njëri prej artistëve që është mas gjatë në skenë, 46 vjetë dhe vazhdon numërimi. Jo, Sabria është ma herët, ka plot. Njëri ndër. Njëri ndër. Ndër njëri. Se ka njëtë munoj, që shpeshini edhe vetë. Këngëtari i cili ka ndruar sisteme regjimi dhe sisteme zërimi, madje. Nuk i ka rezistu kohës vetëm për ka dukja, por edhe për ka krijimi, krijimtaria. Bendi i cili vazhdon me kriju muzikë si mi pas 18 vjetë se cili. Knaci me pas në studio, zotrin Agim Gërguri. Mirë se vjen Agim. Knaçia është e jamja, faleminderit për ftesën. Para mendo, sot kisha prezentu si Agim Gërguri i grupit Havaja e Vrant. Po vashtu mundet. Po pse e keni ndru? Fati e. Po, fati. Po pse e keni ndru? Kena ndru shkaku i festivalit parë të rock muzikës që u mojtë në 1982. Bum festivali? Bum festivali, që e kam hale plakatën originale në shpi. Në bile du me shti në ramë që të ditë, së është në rujtë është e mirë. Edhe dizajnën e ka bo Shkelzen Zhubi, që ka punu në Palat Renis. Ka qenë shumë si piktor, si anë këton, tepër intelektuale, më ka pëlqy punimin që ka bojë në gitarë, aty edhe është, nejse, për pas asaj. Edhe erdhë vakti, me shemi në Rametlin, shemi i lirëve që na dis, si vjetë. Tha, fati, se në patëm Havaja Vrant, shumë pak të në hajtë, t'jem pak ma serioze, u bo një kongë serioze me dal me Havaja Vrant. Dukom veçin që është Havaja, në atë kosë, se dishim, po, qili burë. Hava. Shi, Hava ka Havaja, se kom dici, ka e ki për një zbulën të të folë vetë. Edhe, tha, mirë mi andru emnin, grupit, se po dalëm, po morëm pjesë një festival, tha, fati ka pas, të tha e në kondo grupe, fati, që fa, nuk ka tha qesë, shumë është... E zakonshme. E zakonshme. Okej, thira antarë të grupit, është setë cili, me nëni kanë jamën, edhe po takohemi në plato Palat e Trenis në atë kohë, që atëherë takojshëm atje në për qytet, kur, zë sana. Edhe thash, me nëni kanë jamën, sot një javë, atër por s'ka pas telefon celular, po shimi premtën, po shim premtën në ora 17, asë 5, okej. Okej, kena pas telefonat shpis, po jo kështu që me ditë ku, veç e caktëshëm takimin, edhe delshëm, nejtë. Edhe erdhen, hajde ti njoni kështu, unë e pata Adriatik o diqka. E Sokoli që është në Amerikë sot, që e përshëndes nëse na shena e herë, erdhë me amin në Fisnikët. Ta e kom ledzu dikun një liber, e ka ledzu Fisnikët si të ficet i liri, diqka si, Fisnikët janë sikur ata si mbretëror, diqka si, thash, këka i frest, janë i lezesh, po t'inglon mirë, edhe një emër, edhe se me mojtë men ma letë. Thash e pofshi hajrin me shnet, inëm si Fisnikën festival, edhe mo... Kur se keni ndrua? Ja, përshe. së ndrua ta emën e mirë. Ja, na, se e mirë është Fisnikët, po edhe Havaja Vrant nuk është që s'kish bo. Po, tash, po kom qef me prej teje nëse kishe mujt me përshkru karierën tënde 40 plus vjeqare me një kong të Fisnikëve. Cilin kong e kishe zgjedh edhe pse nuk është zotëria juaj? S'po do në zotëria, qa? Po pse nuk është, se garantës është? Po është do të shkrijem. Pse? Do më thonë e dita se s'është, se kejtë, a ke po kejtë zotëria juaj? Kong kanë historit vetën, se ciladin, të na që të nësë kem shumë kong, që dikush të ti kam 400, 600, adin, jo. Që ato që e njën hitët diqysh. Pak po mira. Pak po për merak. E do të shkrijem, ka shumë senet lidhët me to. Mas pari motra, kur ka studiu në letërsi dhe gjuhë shqipe në fakultet, e ka gjetë si poem na infrashrit, ama një pjesë të poemës, të sa varë gjithë të mira. Edhe është interesant, se ato janë 2 rishta shkurt, një i gatë, 2 shkurt, s'ka strofa, s'ka refrena, vedin? Ko gjaj vërzim. Edhe është pak, për me komponu është problem. Unë e tash 2 menu, ama për gjithë ore e kom po melodin. E kom kap gitarën, e kom njësë. 1, 2, 1, 2, qysh me, tash kap melodia vetë vjen tash. Taranam, tarara, pëshe 2 rishta, jararararara, tararam, tararam, tararararara, jararararara. Te për
nice është. A u kupton, edhe çashtu ka lind, melodia e bona, unë aj, okay. Por kjo nuk është komponimi i parë, kjo është hiteve që u bën në 83-ën kur ka dalë në Radio Prishtinë, u bë hit i madh. E para është teksti i Dritur Agullit, se atëherë unë nuk shkruajsha. Okej. Që kam 15 vjeçar. Domthon, Axhamia s'u mësu hala me shkru poema, poezi, ose tekste këngëve unë i them. Ama është edhe aftësi me ditë edhe mi përshtat. Mirë, normal. Edhe ka qenë ka pas Dritur Agullit 2 poezi, njëra është quajtur Gjurma, por ka pas 2 pjesë, 2 versione e ka shkruaj. Edhe çka kishim rror dy shoka të herçem të donin vetëm ty, çdo mend që një ti e doje, s'mund ti doje 2, për ty ne bën fjalë, për ty bile uzum, ai për ty më fliste po çef s'kisha unë, tamam i farngjohje 2 shokë që dojnë famën. Edhe është komponimi i parë që kam bërë 79-ën. Okej. Domethënë kënga e parë që kam komponuar çaja. Masa ne vjen të shkrije me dyta me ne. Okej. Masa ne të thënë pran lumit val, te druri takimit, janë do këngë Teuta është atë kohë, tani 82-ën vjen zotëria juaj, tek ma vonë. Po atë ka ndodhur ndonjëherë se normal kur të kënon një këngë, atyre burek me hongër që është të kënosh pitja, flia, të kënosh flia. Po edhe non stop. Edhe sa non stop me hongër fli, bëhet bat. Atu ka bëhet kënga jote zotëria juaj për shembull, po e marr vetë zotëria juaj që me siguri ka roma shpeshtë me performu. Jo, adem se. So problemi është që unë ja kam nisë me kënu më ato. Okej. Atin në skenë. Në veç ja nisje e kënë në publiku. Kjo është tjetër tani. Jënë në kanorët 2 gjenerata, sa bi vjen, jënë ndru, halo pe kënojnë generatat që kanë lindë shumë mas konge. Që është një që mu po mjep vullnet sot me punu halo që kështë halo në moti. A që sa për kështu, që shënor do konat këshia, po mjep vullnet për me vazhdu. A ka ndonë nërë me dasht me pikturu diqka? Edhe normal që edhe piktura e ka procesin e vetë. Nuk është bash vesh mja njësë që tash me bo një pikturë edhe pe kry për 2 orë, ka që të marrin 2 ditë, 5 ditë, marrën edhe ketë pe inspirimit. A është ma letë me bo një pikturë apo me shkrujt një tekst që i qëndrën kohës? Të dhjot janë njëjtë valoj. Për në me, cilën e kështë zgjedh ma përpara me bo që është pak ma e letë? Valloj të dhjot i marrë si që janë njëjta, e ka një farë fizionomie si të njëjta, krem është taj. Baba, Mramet Lia, e kom njës një pikturë, e kom pas në atelenu, po e kom rëdhu vjetë. Te vjetë o konë atelia që e ka marru baba që të pikturesha, po u duhet me bo vanën për me shti kjerën, se s'kisha vanën vlau. E parkojsha kjerën në bord vlau, dhe qysh pa lidhje, nejse, e tjetër histori. Edhe nisa unë e një pikturë, o konë që e veni ku pikturoj, u konë një ure drunit, për shëkën erë të fotografit vjetrat Prishtinës për shëkë që atë urën për gjoj. Edhe unë më konë piksoj pozitë edhe konë ajo xhamia e... Shqytojmë brasoj xhamis poshtë atje te... Te Sami Frashi? Jo, kjo është ku lumi, ku mlu atje te... Njoni që maronë së gjoj... Po e ti për cilën pjesë që të folë, po s'po përgjojë ta. Atje... Edhe une, okej, u pozicionova, që dola në vend gjare, të më thonë që aty. Ja nisa, edhe, hajt. Jo, vërtet e bona skicën, vizatimin me laps, të shërë shpitën e bëj me ngjyra. Po. Edhe, ja kom nisë me pikturë, edhe kom shku me mbrush nesër, dhe me nesër vazhdoj. Sot, në tavan shpice kam hale. Hale shkru nesër. Hale shkru nesër, ha? Që qka u pikturë, të më. Nesër mja nisë, nesër është kur dush nesër. Ama unë menoj që ajo e kam rri pikën kulminante të artit në vete, se është gjallë që sa... Ajo bo vepër, po dhe? që 40 vjetë. Ajo është vetë vepra tash, nesër. Kush e gjonë që ato kur desën edhe që kur thë kja gimi nesër kjo, nesër. Po, mas 40 vjetë u bo, e për normal të kja, që shbe, dhe qaj shkoj e donë, po desë edhe në kisve për në ditë, ajo që ashtu, nesër, e nesër o gjithë. Nesër, gjithë është nesër. Në vitet e 10 ke bo rock, mujna me thonë. Rock të asaj kohë. Jo, kena fillu me rock and roll, me full drejt. Rock and roll, din kretë bota, këtë shërë ja ka njështë për rock and rolli. Elvis Presley, Chuck Berry, Amerikanë morë, edhe kanë orën edhe në Angli, edhe në këtu, në ishë Jugoslavi për full. Normal, tjena konë në tjetër shtet. Ka orë koka dhe për tu plakat e rock and rollit. Ndikimi parë të kongë të mija është rock and rolli. Okej, tani qyshin e dalë në pop. Okej. Tash une, po pse jeni dalë, se në atë kohë nuk është që në ashtë tak... Të kalëzoj arsyet, njona është për me ble gitare,
s'kena pas lek gitaret mirë për foli, për Gibson, për Fender, Stratocaster, a marrim Amerikan të mirë. Në 1.000 euro, a letë sot si ki. Ja. Gitaret e mira, 1.500 janë të mirë, gitaret amon gitare, original. Po. A letë sot është rejtë, pra mënoj, tash, në atë kohë edhe ma zi. Edhe ma pak ku gjinshë, se duhet me shku në përëndim, dikush me marrë, me pru. Po. Tash i gjonë edhe në Kosovë kanë Edhe mi pas paret, vështirë u konë me gjithë. Po, pra. Edhe në akustike, unë e kom pas akustike, ma kalon djali dojë që më kam su mu mira gitarës, Saferi, Doktor Saferi 0-100 ekziston sot është mjek, a i më kam su mu. Edhe e ka pru gitarën pja ati, kur ka studiu në Prishtinë mjekësin, e ka pru në që aty mësuja, kom i 7-7. Edhe tash qato, me qato i kom kompozu në kongë. Edhe tash, ty imaginu, normal që imaginu ato krejt, po ty menu, ma si s'po mujna me gjithë, gitara elektrike, se në fillim kena fillu me qasi, po e huazojshëm dikon për koncert, se nuk shkon krejt me huazim të njetën. Atëre, në akustik u gjinëshin ma letë, edhe me akustik kena vazhdu e kom këty në pop muzik, edhe më ka pëlqy stili që shka kënu shama kem të jetë si Triksat. Se të kam fillu para neve 70 diçka. Nuk jena doll pi ati rockut, rock, jena doll në pop muzik që është me gitarë akustike, edhe ai mund të hinë familjen e rock and rollit, por është me akustike. Po shumë grupe amerikanë që janë me akustike janë rock and roll. Por stili që u prodhu në Kosovë, domethënë Triksat edhe Agim Tejeci, është një pop kosovar që e kena veç na. A kupton? Edhe ne e kom qujt pop kos. Ajo ka hi veç edhe në literaturë si fjallë. Pop kos. Ajo është, kur e një në Agim Tejeci në qaj gitara ime, yljetës ime, ose velinën i në që ka posto me akustike në film ato hitet e veta, është një varë ngjyre kosovare që as Shqipnia as kërkush se ka. Së në gjendje të rëgun. Jo, e të në kena kultivu, unë e kom veç vazhdu që ato, edhe kam e të se akustike dhe... Do me thonë, paka shumë jeni imponu për shkak të kushteve, po qka nëse... Po ka në ndiku, po. Nëse nuk e këshit, hajde po thojna që i këshit pas kushtet njoni për antarëve të grupit është pak ma, jo milioner, po a e këshit majt rock'n'rollin? E kështu majt rock'n'rollin, edhe ndoshta kësha dalë edhe në rock, hard rock, si kombinatori. Amo, prap me ngjyrat e Kosovës. Me ngjyrat e Kosovës. Folklori, që shka qenë Mak. Mak jenë me ngu Makun, grupin Mak ka kemi sinë Rametlinin ta që ka kënu, Gjevda sot o gjallë, tinglojnë Deep Purple. Ama është Shqip. Me twist Kosovës. Ama është Shqip, është moje mirat e pojata. Tinglojnë Shqip, po, ama është rock, është tamon stil Deep Purple, me ato orgullet me. Por, është Shqip, e qashtu kisha vazhdu. Me siguri me ardhë era Shqip kongës tonë. Nëse Agimi i vitit 2026 takohet me Agimin e vitit 1980, a i kështë thonë, vazhdo qështu, jenë rrugë të mirë, mosonal, a i kështë thonë, qëra, lej këto sene, prite 2010-ën kap investo në Bitcoin, ase... Ja, shka thonë vazhdo. Për e me, e pse? Tu e di që... Nuk i bi për shma se jem knas, bu, rritën e këm kalu mirë. Në pse, se mas pori, një marë me senet me artë. Kur mirët njeri me artë, ka tjetër botë. Është kogja i lirë. Po, ka tjetër botë. Këna kalun pengesa të njetën, po kalon, sen që kalon. Me rëndë si shqyqyrijet gjallë shnosh, okej, a jem gjallë shnosh, vazhdojmë tutje se. Qa që ka thonë zotit, sa ka shkruaj, ma shumë s'munësh, as ma pak. Ke punu edhe në restaurimin e monumenteve. Punoj, hala punon. Po kallëzëm qka është ma fështirë, a është me restauru një monument historik, apo me restauru një kongë që kur qysh besë është të dalë në studio, po jetu mundu restauroje, po apet të da është ma fështirë. Ta është të mvarët që bënd t'i pytem për restaurim kongës, se konga është shiriti që restaurohet edhe pastrohet. Jo, po mënej, në kuptimin që s'pëngohet që ka kongë i vynë edhe diçka, mja ashtu edhe një gitarë, mja heq një jo, ma e fështirë është restaurimi i pikturës. Se është punë disciplinore, shumë e ronë. është sikur arkeolog që zbulojnë tokë, me ato brushat që fshin të ditën, një detalj të vogël, me dollë, mos po zbulojnë diçka. Shumë edhe është interesante të rek me punu. Aja është më e vështirë se kongën e shton e ek. Qëre, aranjmoni i kongës është sikur infinitin dyja, s'ka skaj. E bën që të aranjman e nëzën. Sot bile e kanë letë i alëshojnë punë të tërkujna. Qëta? Bo ma që të vespjatu, ama... Aj, po mërë, pëdo qështu. Edhe i hup krimtaria gjënojt, po një të mbimën, se jo për nëjë sen. Nashta nesër edhe na përdorëm se cili, po me mësu me përdor te për e hup krimtarin tonë, nuk jem mo ti aj.
A mujna me thonë që për gjeneratat e juja, sidomos, që i kanë kalu, ma herët e përmena, keni kalu regjime, keni kalu, e keni ndryshu komplet teknologjin, e keni përjetu qatë ndryshim. A mujna me thonë që sot këngëtari i përshtatët producentit ma shumë se sa përpara që producenti ka kriju ata që ka dashur këngëtari. Është po, gjenerata jam jena rrit pa menaxher. 2 sene në konë që na kanë mungu edhe pa kritik të muzikës. Që me shkru për muzikën tonë. Kanë mungu me vite. Na kena kriju kush su marrë me to. Po marrë veç radio, televizion edhe qaq. Që aty ka përfundu. Ose CD-jat që kena bo na. A këton? Po. Edhe ta shti, krejt bota ajo në rrit me menaxhera. Me menaxheri ka për detyrë me të marrë ty. Po. Si drin. Je jaftë për me u dhejsh programin sanë, ti veç pusho mirë. Këti kryune. Atë veshë që është veshë problemi, ja? Edhe ti jek një golet modhe, ta jek aj. Parameno që është letësim menaxheri. Na vetë jena konë menaxhera, vetë jena konë kritik muzikës. Vetë kuzhiniera. Qerë, po. Për që çfarë kushte e në arrit. Shamë unë kom doli koncert, po foli para luftës, që u tutë mos po vjen policia me në ndërprej, policia e shtetit sërbë që u konë, që u tutë e këna mojnë kodrë trimave se që aty më rritë në Ranjevës, e këna ta shton kënë të këshur kadera mos po hinaj polis për në vetë menaxher, vetë me organizu koncerte, vetë baja stresin. Krejt, po ne e sopti që në rritë. Shto një na u kanë hek, to ka dalë me do sene u kry lufta e nordo kohna tjera, dhe apo di une. Tash për përshtatën ma shumë. Etash, që i bone pytin. Producentat, këngëtarët kur i marrin thot, ti du të me knu që shtom unë. Që është gabim. Okej, ajo është i ri. Po nashta ka një ndër me bo një stil të vetin, jo, që to se kjo përshitet. Ai përfënën, kryon producent, disa producent, jo krejt, shqyr, po disa, jo tregu o ka lyp. Nuk mërë është ti si kryus, po me bo në vepër që pe lyp tregu, së është. Po edhe së mund është me di gjithë shka pe lyp tregu. Se tregu evolon gjithë të... Ai që du të me kryu non-stop atë stilin ton. Trendin e kryon ti. Sin piktur, sin muzik, ti e kryon atë. Të një ata vlerësojmë basë që asoj që ke punu ti. Se ti e që aty e ke shkri këtë originalitetin tënë, që je original, ti qaj. Boni ta imponoj dikush. Jetë dhe po qëtë, jetë dhe po qëtë, atër e mos. Me pak fjali bjen që 90% nuk janë original, heq. S'kanë të bëjnë me originalitet. Nuk e di, me përcindje, po peshet që veç po... Veç po degradohet. Unë shëqyr jam kanta autor, shëqyr zotit. Apetom, Allah, shëqyr zot. Që jam kanta autor, i boj vetë. Se më punu dikush, s'kësha mujtas me mri kur gjas. Që isha bo nervoz. Kanta autori e koç ato që vetë. Nëse këshe mujt me përshu muzikën, po be, a një e që kjo? Nëse këshe mujt me përshkru muzikën që ndëgjojmë sot, me ushqim me krahasu. A është muzika që dëgjojmë sot fast food, që e dim që nuk është ishtë netshëm, po është që aty sa për me konsumu edhe me shty një vakt, apo është si ato vaktet që në fotografi doken shumë bukra kur janë nisë me hangër, jetë zbona. Të dyja të në që ato, muzikë sot. Apo? Për fatë keq. Do më thumë, po kryot muzika sot për nesër, për mas nesër e kryojnë një tjetër për 2 ditë tjera. Që merre, mundi me bo sondazh, është shumë e letë, ju si gazetar qini, merre mikrofonin del qytet Prishtinës, ose del Podjevë, ku dush del. Edhe pyte për një këngëtar me amën, cilën këngë ka pas para 3 vjetë. Ja, s'ka shansë. A më kupton, këngëtar 3 po folja, kryesisht 3. Po. Pyte për një grup të vjetër. Ka një kohite, ale sot djona aktiv, fisnik në ashta Minatorin, që me Minatorin kena koncerte në Gjermani, që ashtë frikë. Edhe po në bashkën, paramenon me Minatorin kena knu në 85-ën, në platot Pallatit Trinis, kur vishin diaspora kënishëm 85-ën, 86-ën, që 40 vjetë, po këthejmë apet në Gjermani, po kryjmë bashkë si grupë, me Naserin, po në sopti, sa mirë është e. E ta shti, pëjty Minatorin, po të të pomëre Mihanja, të dua sa Kosovën, me njerë ja përmen, po kryjmë abeti, e lirët, kjo, Teleksi, kjo, ose aj, ose selekcionin 039, kjo, aj, me njerë e din kush janë, me njerë e din, hala, rinia sotit në që ditë. Po që, bone sondazhin e shini vetë, nuk o nevojën me fol pralla. Ti thot dikush, apo fol palide, nuk është ashtu. Del bone sondazhin, të kallzon sondazhin. Atë mungën kallzon drejt, atë mungën koha
e kasetave për 8 mars, kasetave për vitri, ato trikong një humor që në kohën. Atë mungën që e ko? Po mungën një farë mënyra, dhe nëse ko një farë shëhreti, si na kur e njëseshëm për vitrisha, unë kërshkëshëm na me bacen e krem kryeziu, me labinje na konë, me konë adhan torta ty një farë kohë. Edhe u mleshëm të një 4 sabajt me gjiru, bëjsh një skena interesante aty. Në mungën ajo është gjë normale. Ka qenë një periudhë, një kohë, që e kalon një shej, Kosova, dhe vitet 90-ta, 90-ta, kur e kom bo albumin e parë. Edhe mas shumë peripetive, se u mshelen televizioni, radio, hinën policia, morën krete pushtun edhe fabrikën e kasetave. U metër materiale aty hazër për me bo kasetën e parë, 89-ën, 90-ën, kur ka ndodha, Tani dej 91 do të më shty albumin që më dul tek 91-ën i pari. Edhe në tonë na kohën përmes këtyne, edhe e ty e pas parasysh që s'keni pas agent. Do të thonë ju jeni dashur vetëm me këtë punë. Jeni taku këtë për krytem, me financa, me aty, me ajme. Pikërisht e pjesa e financave po duam munojnë veç pak. Kur se në atë kohë edhe industria nuk është që i ka pas 5000 artista. Ja. Atë nuk i ka as sot 5000 artista, po du me thonë e keni njoft njëri tjetrin. Edhe tregun e kena vogël si Kosovë. Po du me thonë e keni njoft njëri tjetrin. A u kon vështirë për ty me negociu një çmim ose pagën për performancë? Pasojmë për kaseta të vitit 3. A ke pas vështirë pak se dyshysh e ke njoft tjetrin? Se unë s'di sa kopje shite, nuk do kom ditë sa, normal që vështirë. Po kena lënë dorë fatit që tojnë, hajt. E na rreziku, hajt për çfarë. Te ke fundit më e rëndësishme kona me qitë qatë kaset, qatë CD me qitë të publiku. Pas qysh kanë shku ato peripetita... Po të kallëzoj, ti shkon vitit 2025, në vaktin hiq 95, më thonë. Ka gjatë dhe pare këshit bu. Normal, po. Qa me bu? Na jena fliju një farbyre për generalat që kanë ardhë. Se qëre, unë i marrë reperat e Kosovës, i marrë si vazhdimësi e rockerave të Kosovës. Vitet të edhe, që i kanë lonë gjurën, e kanë vazhdu me reperat e adina, është një farë. Hip-hopit të një ka vazhdu në qatë kajde. Na e këna lonë, po e vërtet. Për shambull, për marim, nëse e këshim spjegu dikujna suksesin tënë me një formull, jo shumë fell në matematikë, sa ma cekt, se s'ma do të përqindja për nalëm, sa përqind e suksesit tënë në këtë rast është talent, sa përqind është punë, edhe sa përqind është fat. Po këshire, unë thash edhe njerë, më rejnë dojë intervista ma hershme këshire. E falenderoj Zotin që ma ka dhonë talentin, se pa talent s'kësha mujtë me bo kur gja. Edhe une sot e thej lirisht atë thonjen që i kanë thonë na thënon po, si qërën na një në rritë në kohë socializmit. Edhe atër në për shkolla u konë mërë. Duhet me kry shkollën, në gjithë syrë, pak shkollë. Zanotin, kush të ka përmenë? A më vërtet, ka dikush që kryet zanotin që ka edhe parë edhe jetën e lumëtër. Del të jetë zanotin prit ma. Po që ko lidhe mëre, po ishim kom pak budal. E thëshin, talent, 99% pundët, e një talent, e nuk o që ashtë të hisë, së është të vërtet. Sot po thëmë që së është të vërtet. E fati, edhe fati. E ta shif, une falë talentit, se i kom pas, më kanë qëllu 2, jo një, më thonë edhe muzika edhe piktura. E kom pas është fuqia talentit, sot me mështi mu në burg, mu të garantoj me jetë teme, edhe më së mjep laps as letër 10 vjetë, edhe mas 10 vjetë, që të me një ven aty, ja ma letrën e lapsin, edhe vëzatoj, në ashtë edhe ma mirë se kur ju me i. A dim se talenti ka qatë mirë që perceptimin që i ka në tru njëre për vizatim, ty të këshyrë ty, unë e më vëzë ka të vizatoj ty me mjekër me ketë. Bo aki, më mu tek bash, më shelëm sytë, shkojnë anë një dhomë tjetër, unë ndalë të bëj portretin pa të këshyrë. Okej. Që to është aja... Memoria fotografike. Memoria fotografike është për talentit, nuk bëhet me puna. Edhe fati është, bojnë më thonë, deri në 40-50% valoj. Fati se na edhe, unë të kaldohen, fillim këna posë amë një grupit fati, që të biseda e këna po kemë fati që shkoj shumë atje në atyr shikë. Edhe njerë shumë vesh me lullzu. Dhe njerë fillim, ty pas fat. A këshet, du më thonë talentit se kom përmena dhe konë fati që... Sa të grupi jam në hajtë janë gjesën fati të në u të fmejk. Ska sajtë, su konë e shkru me ajo. Po jo pra. Tash, pyetja pak ma serioze është, po që këto tjerat kanë fort me të shtime kjerë, sa dhe? Po, pyetja, a bo një pyetje serioze, ato në konë të folë për politikë. A është ma fështirë me majtë një grup bashkë
për dekada, apo me kriju një këngë që i reziston dekadave. Cila është pak më e vështirë? Me majtë grupin. E pse kena na shqiptarë problem me majtë një grup të mirë të njëtën, po mënoj se njohin plot grupe që janë shpërba. S'po flas për këto grupet e vjetra që janë kriju 70-80. Po 90 tek ne është shumë vështirë me ndëgju një grup që ka bu muzikë në 2001, 2002, 2003, edhe kur sa arre në një intervistë Alban Skender ai thotë nëse don më shpërndan një grup shqiptar vetë kush është lideri. Pse sot është çike prezente e nuk ka qenë kur me grupe të mëparshme. Mas pari, unë kom pas fata, pse? Apet. Që i kom të antarë të Saudit që janë edhe ata ma hershëm që kanë qenë, po edhe këta, që janë njerëz, që me respektojnë mu, si u dheqë si grupet e si formus. Më thonë e kanë respektu hierarkin, që është shumë e rëndësi, jo që di ma shumë, po kom pas përvoj ma shumë në gjithë shka. Dash të organizim, dash edhe ma kanë lonë mund dorë. Kjo një shka ajo që, okej, thirë dikush, merro vesh me agimin kë... Edhe ja kom hek një barra, ka një varë barra të hekt ata, po veç vinë me mu. Kjo është një. Respekti ndaj njëri tjetrit. Edhe unë respekti jam ndaj tyne, du me pas kujdes unë, mos mos sill keq me ta. Normal. Edhe pse jam si u thash grupit më i vjetër, po nuk bën me fy. Tani ku ushtru shumë veten e ku ushtru, që në publik kur dal mos me këshyr shtrem ndaj njëri pityn se nuk ka në rregull, nuk ka etike. Që ndodh te grupe tjera ose shohën bin ose gjun. 2. E treta është paret lekt që i kena i ndojna njëjt. Centëm cent. Që kjo është kryesore. Se 4 antarët grupit që jena të 4 në sken po lodhum njëjt. Kjo nuk vlen tash për YouTube, për komponim, se komponim është jemi, normal që s'muj me... Ama, kur punojna bashkarisht, leko komodo bashkarisht. Që mungojnë të grupe. A përshën? A kuptën? Lakmia? Lakmia, jo që kanë ata probleme. Ure, ka ndodhë antarë i grupit nështë ta më ka bërtit, që kom këthy me njerë më thonë, e kom lonë mu qëtësu gjendja, e lideri i mirë din me dhe me udheq. Edhe politika që ashtu. Po. Mos mund zebre, ta shonë dikush, nështë ta unë jam ka njerë gjak zep, kur dikush pa lidhe më shonë ose... Ama, prapë du të me ditë me nëllë vetën. Du të me ditë me udheq. Që aty është dalimi. Shka shumë, që si mësi. E kam edhe për fund, që kjo është për fund tamam, se kejtë bojnë në për intervista një mesazh për të rinjët, një mesazh për ata që dëshirojnë ta ndjekin muzikën, që dëshirojnë të ndjekin hapat e Agim Gërgurit. Jo, unë e kom qef pak ma ndryshe, unë e kom qef një mesazh për të moshuarit. Ati që po më prengos kote funit, po një, po thoi një ndo burri gruja ose ka vro, kjo 70 vjeta jetë edhe, kjo gruja 70, kjo 80 e ka vro, që shmër e ka vro. Po prejtë edhe pak se Zoti sa ta merë shpiritë me burë për qa pjerëzë, pasha një zët. Valoj, mu ka kesh me shtu sene, shumë. Andaj, mesazh është dura një edhe pak, ha? Po, prejtë si ta merë Zoti shpiritë në najti, po qa pe vronë grunë, o pus, qatë ka boja 70 vjetë, pa i normal bre. Me që mja gjitë krojnë një tjetër, po seriozisht. Faleminderit shumë, që jemi në emisionin tjetër, s'ki qka atë.